është një djalë nga Kërqova i cili ka aftësi papara në imitimin e disa personaliteteve të jetës publike. Ai është Shemsheddin Ismaili. Ndjek. Mirëmbrëma gjithëve, përshëndes gjithëve. Sot jam këtu për të treguar një histori time, kur unë vendosa të bëhem gazetar dhe intervista ime e parë ishte me një lider politik dhe të cilin e dallon gjuha e cila flet nga politikanët tjerë dhe isha tepër kurreshtar ta di se pse pikërisht kishte vendosur të përgjigjet në gjuhën e popullit, që gjë që e bën të veçantë këtë lider politik dhe e pyet: Zoti kryetar, pse keni vendosur që gjithmonë të përgjigjeni në gjuhën e popullit? Pse gjithmonë këtë zgjidhje bëni? Dhe thotë kështu: tani të merresh me politik nuk është punë e lehtë, mban përgjegjësi dhe ne vim nga ky popull dhe ky popull prandaj edhe unë do të doja të përgjigjem në gjuhën e popullit dhe do doja t'ju tregoj gjithëve juve këtu kur një student hyn në mesin e disa pleshve një kono dhe e pyesin ato më të vjetrit. Thot: ti si më i shkollu, qa do na tregosh neve? Dhe ky student i kishte mbaruar gjeografi dhe fillon u tregon për tokën. Thot: toka është e rrumbullakët, bën rrotullim ditë natë. Quhet një maplaku andej dhe i thot: po ti pas ke shkut po është budallë, jo i menqëm. Se ma është thot: po pat rrotulloj toka të na dirë dhe shqipënarë në atë njeve. Jo mërë se kishte drejt një që se ashtu e kupton dhe prandaj ne politikanët nuk duhet përgjigjemi në stilet politikës lartë. Flet me a gjuhë që populli flet. Kjo ishte përgjigja që mua më dha ai lider politik, se pse kishte vendosur përgjigjet në gjuhën e popullit, dhe ato ditë përderisa unë e intervistoja atë lider politik, ai kishte nënshkruar edhe një marrëveshje dhe desha ta di se si do ta komentonte këtë marrëveshje politike në gjuhën e popullit. Dhe i them: zoti kryetar, keni nënshkruar një marrëveshje politike këtë ditë dhe isha kurioz ta di se si do ta komentoni këtë marrëveshje politike pikërisht në gjuhën e popullit. Dhe më thotë kështu: të nënshkruash një marrëveshje politike mban përgjegjësi për një popull. Mbi supat e një populli nënshkruhet një marrëveshje. Dhe ne nuk nënshkruajmë marrëveshje do si do. Ne mbrojmë interesat e popullit shqiptar. Sepse kishte edhe ishte puna e Qaderallës në Kërqova andej, kur dy fshatna kishin problem me ujë. Dhe që Qaderalla shkon në fshatin tjetër, bojnë zgjidhje se s'mun e danin ujë, kush ta marr ujin tani. Dhe shkon Qaderalla në fshatin tjetër dhe kthehet në fshat vet. Thot: e bona një zgjidhje. Ha mo Qaderalla ç'a bone? Thot: e bona 9 muj ujë për ne, e 3 muj e lash ujin aty në fshatin tjetër. Po thot: bash verës vale aty neve verës na duhet ujë. Dhe du të tek ajo se ne nuk bëjmë marrëveshje që i dëmton popullin shqiptar. Marrëveshjet tona mbrojnë interesat e kombit shqiptar këtu në Maqedoni. Ky ishte komenti që ai lider politik ma dha edhe për të marrëveshje politike dhe se si e komentoi në gjuhën e popullit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Si do ta komentoni interpretimin këtë stand-up komedi të Shemsheddinit? Është një vrap parë unë do falenderohesh për këtë lloj performansi që solli në kuadër të këtij spektakli. Sa i përzjedhje që ai bëni për të prezantuar.
aftësit e jashtëzakonshme që Shemsheddini posedon brenda vetes dhe aftësit kapse të emitimit që është i zharë, jo i lek. Unë do i falenderojmë që na kënaqi neve, që na bëni një risi në kuadër të gjithë spektaklit. Një stand-up komedi e qëndruar, e këndshme dhe na bëri të gjithë të qeshim. Unë i falenderoj dhe i dëshiroj sukses vërtet të më kutjeshëm. Dhe në vetëm dhe të Suksesit të shumë.